Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Shtatori shënoi 80 vjetorin e themelimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky 80 vjetor e përball organizatën tashmë 80 vjeçare me sfida të shumta, ndër të cilat edhe reformimi i saj. Në agjendën e Asamblesë 80 të përgjithshme të OKB-s ishin çështje mjaft të mprehta të njerëzimit, siç janë luftrat, konfliktet e armatosura, kriza humanitare në Gaza, teknologjia dhe përdorimi i saj, zinxhirët e furnizimit dhe çështje të cilat nuk duket se do të gjejnë një zgjidhje thjesht me diskutime, pra një zgjidhje në afat të shkurtër. Por cili është aktiviteti i deri tanishëm, çështjet më të mprehta që ushtruan gjatë kësaj asambleje dhe si pritet e ardhmja e afërt e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si do të ndikojnë në të gjitha këto çështje kaq të mprehta të njerëzimit në të ardhmen e saj. E ftuara ime sot është analiste e studios son, kryeredaktore Argumentum Pikal, Mariana Doda. Përshëndetje Mariana, faleminderit që do të jemi së bashku, është një temë për të cilën kur ju ftova më thatë se e keni për zemër. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Organizata e Kombeve të Bashkuara tashmë 80 vjeçare pati themelimin e saj në momente shumë të rënda për njerëzimin pas luftës së dytë botërore, por për fat të keq edhe 80 vjetori i saj ka një panoramë jo shumë të këndshme, jo shumë të qartë. Kemi të bëjmë me disa situata të vështira, kemi të bëjmë me rendin, ekuilibrat, dinamikat botërore, të cilat janë në një ndryshim total dhe që shtrojnë nevojën e reformimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Është reforma UN-AT Initiative, përfshirë reformimin e Këshillit të Sigurimit, të institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat të gjitha këto kanë qenë në qendër të punimeve të Asamblesë 80. Cili është komenti juaj për reformimin e OKB-s? Pa diskutim, si kundër dhe ju e cituat në pyetjen tuaj, për mua sot reformimi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara është kthyer në një domosdoshmëri në një botë ku ka ndryshuar rrënjësisht që nga viti 1945, pra kohë që është themeluar kjo organizatë. Sigurisht ky 80 vjetor, përveç se për të parashtruar ndoshta të gjitha arritjet dhe sfidat, në fakt për mua do duhet të ishte një pikë kthese për ta përshtatur OKB-n në një realitet të ri ndërkombëtar. Dhe kjo, për hir të së vërtetës, ka qenë edhe në fokus të gjitha fjalimeve që janë elaboruar në këtë asamble 80 vjeçare, pra për të përkujtuar, le themi, 80 vjetorin e themelimit të Kombeve të Bashkuara, për të krijuar dhe për të kërkuar një qasje tjetër të kësaj organizate përballë botës gjithmonë në ndryshim, për më tepër që sot jemi pothuajse në një realitet komplet të ri gjeopolitik. Për hir të së vërtetës, për mua edhe kjo është ndoshta edhe një nga arsyet pse unë kisha edhe për zemër të flisja për këtë temë, për vetë faktin që mendoj që Kombet e Bashkuara, kjo organizatë që është një nga organizatat më të rëndësishme botërore, e ka humbur vitet të fundit të gjithë fokusin edhe rëndësinë e saj. Pa dashur të them që ndoshta jemi një pikë që po humbet edhe besueshmërinë dhe legitimitetin e saj në botë. Dhe kjo është një pikë shumë e rrezikshme për të gjithë botën, për vetë faktin se aty përvojsohet, le të themi, e gjithë popullsia, pra të gjithë kombet, të gjithë shtetet në botë. Kështu që një nga pikat kryesore për mua ndoshta duhet të ishte edhe reformimi i vetë strukturës së Këshillit të Sigurimit. Pra ne kemi 500, le themi, që është e përhershme në këtë këshill, por kemi parë ndoshta që ndonjë antar që është i pesrës së përhershme e ka tejkaluar, le themi, rëndësinë e saj në këtë organizatë dhe ka shkelur ndoshta edhe parimet në preambulën kryesore të akteve të Kombeve të Bashkuara. Edhe me zhvillimet e fundit, edhe me zhvillimet e vendeve të jugut global, vende për shembull si India apo vende të tjera, Brazili, të tjerë. Sigurisht nuk kemi më të madhe dhe edhe ato dëshirojnë të përfaqësohen ndoshta në pa diskutim, sepse në momentin që është le të themi krijuar kjo organizatë, kemi patur parasysh dy bloqet e luftës së ftohtë dhe tashmë tani jemi, thash edhe një herë, jemi në një realitet të ri gjeopolitik, por kemi edhe le të themi jemi gati de facto në një botë shumë palshe. Kështu që
sigurisht dhe vendet në zhvillim si Afrika e Jugut, Brazili, India me të drejtë kërkojnë një përfshirje dhe një qasje akoma edhe më të plot në Kombet e Bashkuara. Por mund të them që për mua, ndoshta ky lloj reformimi do duhet të kishte filluar 10 vite më parë. Ne jemi 10 vite me vonesë përballë ristrukturimit të Kombeve të Bashkuara. Depozituar problemet dhe kanë shtresozuar njëri tjetrin. Tashmë jemi në një emergjencë botërore, por mendoj që në 70 vjetorin e Kombeve të Bashkuara, në atë kohë ku sekretari i përgjithshëm i saj ishte Ban Ki-moon, ai që në atë kohë ka theksuar në fakt që ne duhet të jemi, mos ta marrim paqen të mirëqen, por ne duhet ta përforcojmë dhe të ndërtojmë le të themi të shtyllat kryesore siç ishte paqja, zhvillimi ekonomik, por sigurisht edhe siguria botërore. Aktualisht ne të gjitha këto shtyllat kryesore të Kombeve të Bashkuara janë shkelur. Dhe për këtë arsye them që e ka humbur dhe besueshmërinë në botë. Por ajo që ka krijuar, le të themi, për ta humbur gati të gjithë rëndësinë e saj dhe për ta zhbërë rëndësinë e saj, çka për mua është tetë e rrezikshme, është fakti se le të themi janë përdorur her pas here vetot nga fuqitë e mëdha për të, siç ishte në rastin e Rusisë apo SHBA-ja, për shembull, disa herë kemi parë në konfliktin e Izraelit në Gaza, çka le të themi e ka humbur të rëndësinë për të cilën Kombet e Bashkuara, le të themi, u betuan 80 vite më parë, pra për të patur një farë mënyre edhe një lloj barazie mes kombesh. Sepse dhe realitetet e reja sigurisht që prodhojnë kanë nevojë edhe për institucione, pa diskutim, të përshtaten edhe vetë realiteteve, por nëse i kthehemi agendës së Asamblesë së 80 të përgjithshme, luftrat, katastrofa humanitare në Ukrainë, në Gaza, ndryshimet klimatike, demografia, zinxhirët e furnizimit ushqimor, zhvillimet teknologjike, mundësitë e keq përdorimit për cilat flasim shumë, të gjitha këto kërkojnë një rregullim ndërkombëtar. Në fjalët e tyre në Asamblenë e Përgjithshme, sekretari i përgjithshëm i saj Antonio Guterres, presidenti e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s Annalena Baerbock, pranuan se OKB-ja po përballet me një krizë të thellë mes rritjes së ideologjive nacionaliste në mbar botën dhe shkurtimeve të fondeve nga shtetet anëtare. Sa pritet që kjo të ndikojë në veprimtarinë më të afërt të OKB-s, sigurisht edhe në këto objektiva që janë parashtruar dhe që ju sapo i përmendët? Aktualisht jemi përballë disa zhvillimeve që po zhvillohen njëkohësisht, janë paralele. Pra kemi një tërheqje nga ana e SHBA-ve si një nga financuesit kryesor të kësaj organizate, pra financuesit e madh ekonomik, por kemi sigurisht edhe një bashkim evropian i cili le të themi që nuk është në kohën e tij më të mirë për shkak të problematikave të saj të brendshme, por edhe sigurisht edhe fokuset të saj që në këtë moment është siguria, siç është një konflikt që është në lindjet e Europës, Ukraina. Kështu që le të themi, por mbi të gjitha edhe për shkak të fluksit të madh të migratorë që ka patur Europa, mendoj që nuk është ende në gjendje të paktën ekonomike për të qenë sponsori ose financuesi i saj më i madh i Kombeve të Bashkuara. Pra në këtë moment shikojmë një domosdoshmëri që sigurisht ne nuk mund ta humbasim atë që unë e quaj si parlamenti botëror. Pra Kombet e Bashkuara le të themi që si organizata më e madhe e sigurisë edhe e zhvillimit botëror. Kështu që në këtë pikë të kësaj situate, mendoj që një alternativë shumë e mirë do të ishte Kina, që për hir të së vërtetës edhe në këtë asamblenë, në fjalën e saj në Kombet e Bashkuara, edhe një herë ka demonstruar dhe ka shpërfaqur të gjitha ato iniciativat e saj për siguri dhe zhvillim. Dhe iniciativat globale të Kinës për siguri dhe zhvillim janë pa diskutim shumë të rëndësishme, por që sigurisht kanë nevojë edhe për përfshirjen edhe aktorëve të tjerë, por sigurisht merr kohë. Në këtë pikë mund të them që kemi nevojë për një bashkërendim dhe një bashkëpunim, ndoshta edhe të Europës me Kinën apo vendet e tjera që kërkojnë tashmë jo vetëm një zë përvajsues më të lartë, por pa diskutim që ky zë përvajsimi më i lartë do të vijë edhe me të gjitha ato obligimet dhe me përgjegjësi që duhet ketë çdo shtet antar në këtë organizatë. Dhe kështu siç e përmendët edhe juve, nëse edhe njëherë do t'i rikthehemi kësaj pyetje, sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës është edhe kontribuesi më i madh financiar i Kombeve të Bashkuara, por
ka ngrirë dhe ka shkurtuar pjesë të mëdha të financimit në organizatës, agjensive të saj, duke krijuar kështu vështirësi veçanërisht në operacionet e ndihmës humanitare. Po kështu, siç e cekët edhe ju, Kina nga ana tjetër po shfaqet si themeluese dhe njëkohësisht mbrojtëse e rendit global, ka prezantuar nismën e qeverisjes globale pikërisht në gusht, në fund të gushtit, në takimin e Organizatës Bashkëpunimit të Shangajit, por ka dhe nismat e zhvillimit global, sigurisë globale, qytetërimeve globale, dhe Kina aktualisht është kontribuesi i dytë më i madh në buxhetin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ju e thatë që vendet e Bashkimit Evropian kanë problematikat e tyre të mpreta të brendshme dhe nuk i mbushin dot këto boshllëqe që ka krijuar kontribuesi kryesor, pra Shtetet e Bashkuara, dhe as ato që vinë si pasojë e reduktimit projekteve që kanë të bëjnë me ndihmën ndërkombëtare. Por sigurisht që këto të gjitha, siç po i shohim, do të ndikojnë edhe në tablon e përgjithshme të OKB-s. Megjithatë, përtej këtij reformimi që dihet si çdo reform do kohën e vet, do dakordsitë e veta, e të gjitha këto, kjo asamble e 80 pati edhe momente që për ne si gazetar sigurisht tërheqin vëmendjen, edhe mediat në tërësi, nuk është se reflektuan më së shumti reformimin, duke u marrë për shembull në shifrat, në thelbin, në iniciativat. Juve e thatë pak më parë që 10 vjet më parë ka qenë një panoramë krejt e ndryshme Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe ishin të gjitha nismat deri në 2030, nismat e zhvillimit e tjerë, por shikojmë që shumica e vendeve, qoftë edhe vendet kontribuesit kryesor, nuk është se në këtë 10 vjeçar janë marrë shumë me nisma, me prodhim nismash. Ndoshta këtu unë shikoj edhe veçimin dhe diferencën që bën Kina me nismat e veta. Shumë vërtet. Kina prodhon shumë nisma e qytetërimit global, e zhvillimit global, e sigurisë. Pra, të gjitha këto janë disa nisma që kanë qenë disi reflektuese edhe të atyre që Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ndërmarrë deri tani. Dhe në qendër, fjala kyçe ka qenë multilateralizmi. Shumë saktë. Është vërtet, ndaj edhe për këtë në farë mënyrë personalisht kam qenë deri diku e zhgënjur në këtë 10 vjeçar të mënyrën se si e ka trajtuar le të themi tematikat kryesore dhe problematikat kryesore Kombet e Bashkuara, sepse janë marrë deri diku me të kaluaren, me historikun. Le të themi janë marrë me ato pikat fokusin kryesor që ka qenë ajo pas e luftës, por në fakt bota është zhvilluar domethënë me hapa galopante në këtë 10 vjeçar të fundit të këtij mijëvjeçari. Ne kemi parë që kemi fokuse shumë të rëndësishme dhe emergjente, siç është teknologjia. Kemi arritur një instant që do duhet politika të rëndësishme globale për shkak se teknologjia po avancon dhe gjithashtu duhet të jetë pa diskutim edhe njeriu në sigurisht me trajnimet dhe profesionalizmet kryesore që ta drejtoj teknologjinë dhe inteligjencën artificiale. Po sigurisht kemi edhe problematikat e tjera siç është ndryshimet klimatike, çka është, le të themi për mua mbetet ende emergjencë botërore. Pavarësisht është folur, por sigurisht kanë prevaluar konfliktet ndryshme si në Gaza apo edhe në Ukrainë me të drejtë. Gjithsesi, ajo që ka ju thoni me të drejtë për sa i përket rolit të Kinës. Kina e ka marrë gjithmonë, faktikisht po të shikojmë ka një koherencë politike dhe ndërkombëtare në qasjen e saj në jo vetëm brenda shtetit të saj, por edhe në Kombet e Bashkuara, sa i përket mënyrës se si ajo drejtohet botës. I drejtohet me seriozitet edhe përgjegjësi dhe përgjegjëshmëri. Pra, sikur i pam edhe në këto iniciativat globale, sigurisht janë iniciative që vijnë nga Kina, por ajo e ka shtrirë dorën për bashkëpunim edhe me vendet e tjera ndërkombëtare, çka tregon edhe një herë që Kina po luan rolin
faktikisht de facto e një lideri në rendin e ri ndërkombëtar. Duket sikur në këto 10 vite të fundit të gjitha ato nismat Organizatës Kombeve të Bashkuar Kina i ka marrë si një detyrë, si një mision për të zbatuar dhe për të reflektuar në planin e vet kombëtar, duke prodhuar dhe këto iniciativa. Dhe faktikisht edhe për gjatë 5 vjeçarit të fundit që ka qenë faktikisht ka qenë i zhurmshëm sa i përket të gjitha këtyre konflikteve në botë. Kina ka ardhur me iniciativa paqe, ka ardhur me plane paqe, ka ardhur sigurisht me një seriozitet për të luajtur një rol të rëndësishëm botëror, sepse sigurisht fuqitë e mëdha, jo vetëm për të patur këto benefitet në këto Kombet e Bashkuara, se sigurisht disa prej tyre e kanë përdorur këtë asamble edhe për përfitimet e tyre si fuqi të mëdha, por Kina de facto një fuqi e madhe botërore e ka luajtur, ka krijuar një këtë lloj ideje në botë që po e meriton faktikisht të quhet si, le themi, një lider në rendin e ri botëror. Madje, nëse me lejoni të shtoj diçka është se kur flasim për reformim ose reformatim të asamblesat të Kombeve të Bashkuara, kësaj organizate të Kombeve të Bashkuara, mendoj që, le themi, është çelësi i përcaktimit të rendit të ri botëror, që për mua fillon pikërisht në Këshillin e Sigurimit në Kombet e Bashkuara. Dhe së fundmi, sigurisht nuk mund të shkëpusnim në këtë bisedë dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë. Shqipëria në këtë asamble kishte 70 vjetorin si një vend i antari i Kombeve të Bashkuara, sigurisht që pati dhe një përfaqësim të nivelit të lartë me presidentin e Republikës Bajram Begaj, me krye diplomaten Elisa Spiropali, fjalët e tyre sigurisht edhe në Kombet e Bashkuara, por edhe në margjinat e saj. Për një vend si ne, ku në këto 30 vite të fundit, roli organizatës i agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka qenë shumë i rëndësishëm. Ne këtu mund të përmendim për shembull rolin dhe kontributin që ka dhënë UNDP-ja për zhvillimin projektet e ndryshme në Shqipëri, kontributin e UNICEF-it, gjithashtu edhe kontributin e UN Women, kontributin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në situata siç ishte pandemia e të gjitha këto. Mendoj se do t'ishte me shumë rëndësi edhe vijimësia sa do të ndikonte reformimi OKB-s si agjencive të saj për vende të vogla, siç është Shqipëria, apo dhe vende të tjera të rajonit tonë. Shikoni, faktikisht Shqipëria me të drejtë është, siç e thoni, një vend i vogël, por mendoj që si përfaqësuese në këtë asamblenë e Kombeve të Bashkuara ka patur rëndësinë e saj dhe mendoj që duhet ta ketë si një vend i barabartë në këtë asamble të madhe botërore. Pa diskutim që të gjitha këto organizatat që ju përmendet si përfaqësi e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri kanë një rëndësi shumë jetike për vendet si ne, sigurisht në për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe besoj që kjo vjeshmëri e tyre dhe prezencë do të vijoje në vijimësi, sepse, siç e thash, është etike për ne dhe gati le themi ato kanë patur një rol shumë të rëndësishëm në këtë tranzicion gati 30 vjeçar. Por mbi të gjitha unë shikoj nëpërmjet këtyre përfaqësimit të këtyre organizatave në Shqipëri, por mendoj që roli i Shqipërisë, përpos faktit që është një vend i vogël, mund të themi që ka një pozicion gjeostrategjik shumë të rëndësishëm dhe ka luajtur faktikisht edhe si vend antar në Këshillin e Sigurimit 2 vite më parë, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm sa i përket linjëzimit të saj me fuqi të mëdha përballë sigurisht konflikteve të rëndësishme që janë aktualisht në botë. Ndaj mund të themi që sigurisht ky përfaqësim 70 vjeçar në Kombet e Bashkuara tregon edhe një herë gjithë seriozitetin e Shqipërisë, por edhe përgjegjësinë që ka, pavarësisht se është një vend i vogël në këtë organizatë. Dhe me gjitha faktikisht kjo organizatë në preamblën e saj të kartave të Kombeve të Bashkuara ka treguar që ka një lloj çasti dhe barazie ndërmjet të gjitha kombeve, pavarësisht fuqisë ekonomike dhe gjeopolitike që ato kanë. Kështu që në këtë kontekst të gjitha vendet shpresoj që edhe me le themi reformimin e Kombeve të Bashkuara, sigurisht që Shqipëria do të ketë pa diskutim një zë dhe një rol të rëndësishëm. Mariana, unë të falenderoj për të gjitha opinionet që ndam së bashku në analizë. Faleminderit ju.
Të dashur miq, sot në analizë ishte e ftuar kryeredaktore e portalit Argumentum.al, analistja Mariana Doda, folëm me të për 80 vjetorin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila ndodhet përballë sfidave dhe reformimit. Ju falenderoj për shoqërinë tuaj në analizë, miru takofshim.